Gjesti hap zemrën, nuk dua të jem bashkë me Eglin, edhe unë jam i lënduar. Në një bisedë të mbushur me emocione të forta dhe tension të ndjeshëm, Gjesti ka vendosur të thyej heshtjen dhe të zbulojë të vërtetën e tij. Përballë gjithë situatës së krijuar, ai ka pranuar se marrëdhënia me Eglin ka kaluar përmes momenteve të vështira, por nuk është i gatshëm të mbajë mbi supe gjithë peshën e fajit. Këtë e ka hëngër dreçi. I kam thënë, këtu do të ta fusin të gjithë. Tani më gjuhet mua. Unë thjesht dua komunikim, nuk dua të jem bashkë me Eglin. Dua të merrem vesh, të falim njëri tjetrin, është shprehur ai, me një zë që përmban një përzierje zhgënjimi dhe revojë të heshtur. Por a është kjo thjesht një kërkesë për pajtim apo një përpjekje për të shpëtuar diçkaje më të madhe? Fjalët e tij lën pas një ndjesi pezu, asgjë nuk është aq e qartë sa duket. Ai nuk është vetëm viktim, por as Egli nuk është e pafajshme. Për herë të parë, ai guxon të thotë të vërtetën e tij, duke ngritur pikë pyetje mbi gjithçka që është thënë deri tani. Të dy kemi pasur faj, jo vetëm unë. Nuk mundesh të më hedhësh të gjitha mua. Unë ja kam treguar të gjitha gjërat, thot ai, me një ton që tingëllon si një përpjekje për të nxjerrë diçka në dritë, por çfarë? A ka më shumë prapa skena nga sa kemi parë? A janë të dy të vërtet në atë që po ndodh, apo loja po thellohet në një labirint emocionesh ku askush nuk e di si do të përfundojë? Askush nuk e di fundin. Askush nuk e di se çfarë do të ndodhë më pas. Por një gjë është e sigurt, kjo histori nuk ka përfunduar ende. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni like, të lini një koment dhe të shpërndani me miqtë tuaj. Për më shumë përmbajtje interesante, klikoni butonin subscribe dhe mos harroni të aktivizoni njoftimet duke shtypur ikonën e zilës. Vizitoni kanalin ton për të mos humbur asnjë video të re. Ju presim!